Këtu jemi duke praktikuar ngarjen natën me kursante gjanën. Ngarja natën përmban rrezik, pasi shikimi bie me 50%, do të thotë që shpejtësia bazohet në sinjalet rrugore pjesëtim për 2. Nëse ke një sinjal rrugor që është me 40 km ditën, natën ecet me 50% më pak. Ngarja natën përqendrohet në kryen e veprime me anë të imagjinatës dhe anë të prekurit, shmanget shikimi i dritave në sy, shfrytëzohen rrugët që kanë sinjale fosforishente, që t'japin mundësi të tregojnë kthesat dhe kufizojnë anash Karagjadan. Në përkthesa në rrugë rurale si që jemi ne, ndrohen dritat gjata të shkurtra, ndroj dritat goce, epi qesit para, ja, dritat gjata, del sinjali blu këtu, të ishe e qesin mrapa, dritat shkurtra. Tani është kohë dhe me shi, to e keqe, do të thotë edhe kjo ndikon në uljen e shpejtësisë, do ecim me kujdes, do të rregojmë kujdes ku ka pellgje ujë, ecim. Këtu trefishohet rryma e dritës, pra mundësia e verbimit është shumë e lartë. Nëse ndjen si e verbuar, do të thotë ndalesh makinën derisa të vinë syt, të ambientohen syt, të rikthehet shikimi. Ndroj dritat tu, gjata të shkurtra që të shikoj mjeti përballë, se ka mjet përballë, nëse ka mjet. Nëse ka mjet, ai duke bërë ndrrimin e dritave, ka mundësi që të shikoj nëse ka mjet përballë ose jo. Ecim, kur s'kemi mjet e përballë, ecim me drita të gjata. Nëse i fut dritat e gjata, se kemi mjet përballë se të bie. Ecim, masi të hiki mjeti përballë, futi dritat të gjata, ndroj, bukur. Shumë mirë. Shumë mirë, epi gaz. Ju po nderoni tani të gjithë rrajcën. Fiki dritat e triqi dritat mrapa. Se ke mjet përballë, e kuptove? Bukur, shumë mirë. Qëndrojmë në krahun e gjatë, korsinë e gjatë në Karagjadan, pak gjatës.